përmendet në kohën e Omerit radhiyallahu anhu një rast me Saadin radhiyallahu anhu, të cilin e dërgoi Omeri radhiyallahu anhu në Kufe. Veç këtë shembull ka me tregu, edhe kina me marrë vesh ku jemi, edhe kina me kuptu se çka do me thonë dikujt me i bo zarar dhe keq me lafe. Saadit në radhiyallahu anhu, Omeri e qonë në Kufe përfaqësues të vetin, e bën si kryetar të Kufës. Dhe Saadit radhiyallahu anhu kufelit në Irak i ngjesin 100 biftana. I qesin biftan se Saadis po di ka mu falë. Sikur do xhamat, hoxha s'di të falet. Hoxha s'di ka mu falë, ai po di ka. Saadit i ngjitën biftan se hoxha Saadis s'di mu falë. I ngjitën biftan Saadit radhiyallahu anhu se është tuc. I ngjitën biftan Saadit se me të njofshëm po gjikon mes njerëzve. Se pori vetëm me ato që janë të fortë, edhe me ato të pasurit, me ato VIP-at që janë në Kufaj, me ato po majka. Dhe Omeri radhiyallahu anhu e thirr Saadin dhe i thot: "O Saad, çka puna jote?" Thot: "Vallahi Omer, falna si e kom pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tu fal. Mos di ndryshe mu fal." Gjikoj mes njerëzve çashtu si thot qitapi i Rabbul Aleminit. Si shkruan Kur'an, çashtu edhe unë gjikoj. Dhe ku është populli, unë jam i pari atim, s'jam tuc. Dhe çka bën Omeri radhiyallahu anhu, e formon një komision dhe e çon në Kufe, edhe kur hyn me një xhami. Në shumë xhamia hyn e lëvdojnë Saadin radhiyallahu anhu. Sahabe, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ati i kanë gjetë biftan kufelit, irakiant. Me një xhami kur hyn atë. Me një xhami kur hyn atë. E kur pyesin për Saadin radhiyallahu anhu, disa njerëz nisin me fol mirë, çohet një plak dhe thotë: "Jo, nuk ka ashtu." Haj si është, aty Saadi radhiyallahu anhu, po e shef me sytë e vet. Çohet para krejt njerëzve, thot imami jon është kështu, dhe thot ai: "La yasiru fi sariyati." Thot imami jon nuk vjen me neve me luftu kur duhet me luftu, është tuc. Pastaj tha: "Wala yuqsimu bis sawiyati." Dhe nuk ndan dhe nuk gjikon me drejtësi. Para krejtve po i thot në sy: "Nuk ndan me drejtësi, ki nuk flet me drejtësi." Dhe në fund tha: "Wala nuk ndan wala ya'dilu fil qadiyati." Dhe nuk është i drejt kur gjikon. Kur e don mall dhe nuk e don me drejtë, edhe kur gjikon nuk gjikon me drejtësi. U çu Saadi radhiyallahu anhu dhe tha: "O Zot, nëse ky robi jot që u çun kom për sy e fatësi, është gënjeshtar, tha Allah këtij njeriu të bëja kështu." Tha Saadi radhiyallahu anhu: "Fa atil umrahu." Shtoja ymrin, jepi tha shumë jetë, jetoje gjatë. Pastaj tha Saadi: "Wa adilla faqrahu." Shtoja fukarallëkin, sprovoje me fukarallëk. "Wa arridhu lil fitan." Dhe sprovoje në namus. Dhe sprovoje këtë plakun në namus. S'ka punë ma të keqi se një plak me koni sprovum në namus. S'ka punë dhe gjuna më të madh se sa plaku me qenë i sprovum në namus. Se sa plaku me qenë i sprovum me shiku filmat të këqija e të fliqta. S'ka punë ma të sa plaku me koni sprovum me shiku gratë huja. S'ka gjuna më të madhe më të keq. Sa jatë se e ban për epsh për nevoj, e ban për qallon. E ka shumë dallim mes asaj dhe kësaj. Dhe këtë njeri Allahu azza wa jalla e sprovoi, siç përmendet në gjitha transmetimet. E sprovoi Allahu azza wa jalla, ky tregim përmendet edhe në librat e vërteta të hadithit. Allahu e sprovoi këtë plak që i dha ymër shumë të gjatë, sa që vetat jam lunë sytë. Dhe kjo ndodhë mas 100-tave, që vetat jam bulun sytë. E sprovoj Allahu që ky në pleqni mu bo lypsar,
shkonte deri në derë me kërku risk. Dhe e sprovoi Allahu, edhe pse ishte i pamundshëm dhe askush nuk e shikonte. Laviret e Kufës kur i shifke, atyri u bënte me sy dhe me gjeste për të i josh për ka vetë, edhe pse askush nuk e shikonte, për ati i mbetesht e gjunahu dhe thonte gjithnjë para njerëzve: Shejkhun kebir, asabethu da'watu Sa'd, plak i madh i moshum, e ka godit duaja e Sa'dit, e ka rog duaja e Sa'dit, të cilit i kumbo biftan dhe shpifje. Iyyakum wa da'watul madhlum, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi sitar. Rujuni dhe rini larg duas atij që i keni bë keq dhe zullum, se mes duas së tij dhe Rabbul Alaminit nuk ka perde, çel është.